Në një dhomë spitali në Ciri, ndërerën e dezinfektantit dhe dritën e bardhë të pasditës së 28 shkurtit të vitit 2013, Vaçe Zela mbajti dorën e vajzës së saj Irma dhe i tha diçka që do ta ndryshonte përgjithmonë kuptimin e largjimit të saj nga Shqipëria. Ato fjalë, të shqiptuara me zë të lodhur por të qartë, nuk ishin thjesht një lam të mirë. Ishin një rrëfim që kishte mbetur i mbyllur për 35 vjet, një sekret që kishte gërryer shpirtin e saj çdo ditë të mërgjimit. Irma nuk e dinte atëherë se ajo që po dëgjonte do ta detyronte ta rishikonte gjithçka që mendonte se dinte për nënën e saj, për karrierën e saj të shkëlqyer, për largimin e saj nga atë theu. Çfarë i tha Vaçe në ato 5 minuta të fundit? Pse ajo që dukej si një jetë e plotë, e mbushur me lavdi dhe dashuri, në të vërtetë ishte një zinxhir i rëndë që ajo nuk mundi kurrë ta thente? Ve kush ishin ata që detyruan ikonën e muzikës shqiptare të vdiste larg tokës që kishte bërë legjend? Kur Vaçe Zela u largua nga Shqipëria në vitin 1988, publiku shqiptar nuk e kuptoi dot. Si mund të largohej zëri më i dashur i kombit, gruaja që kishte kënduar për çdo zemër shqiptare, që kishte qenë shpirti i çdo feste, i çdo dasme, i çdo mbrëmjeje familjare? Gazetat e kohës shkruan me kujdes duke përdorur fjalë të zgjedhura me marifet. Artistja e popullit Vaçe Zela do të kalojë një periudhë jashtë vendit për arsye shëndetësore. Por ata që e njihnin nga afër, ata që kishin qenë në dhomën e provave, në kulisat të teatrit të operas dhe baletit, në shtëpinë e saj në Tiranë, e dinin se diçka nuk shkonte. E dinin se ajo nuk po largohej për pushim apo për trajtim mjekësor rutin, ajo po ikte. Po largohej nga diçka që e kishte bërë jetën e saj të padurueshme, nga një presion që nuk mund të flitej me zë të lartë, nga një sistem që e kishte shfrytëzuar talentin e saj për dekada dhe tani po e linte të shkonte sepse nuk kishte më nevojë për të. Apo kishte diçka më të errët? Kishte dikush që donte ta shihte atë larg? Në vitet e fundit të regjimit komunist, Shqipëria ishte një vend në agoni. Sistemi që kishte sunduar me grusht hekuri për 45 vjet po shkatërrohej nga brenda. Njerëzit kishin filluar të flisnin me zë të ulët, të guconin të ndëronin për një jetë tjetër, për një botë për te kufive të mbyllur. Por për artistët e mdhenj, për ata që ishin bërë simbole të regjimit, largjimi nuk ishte thjesht një çështje personale, ishte një akt politik. Vaçe Zela nuk ishte thjesht një këngëtare, ajo ishte zëri i popullit, siç e thuanin. Çdo këngë e saj ishte transmetuar në Radio Tiranë, çdo koncert i saj ishte mbushur plot, çdo shfaqje e saj ishte një ngjarje kombëtare. Por çfarë nuk e dinin shqiptarët ishte se pas asaj fasade të artë, pas buzëqeshjes së saj të ngrohtë dhe zërit që bënte të qanin burrat më të fortë, ekzistonte një grua e lodhur, e shtypur nga pesha e pritjeve, e burgosur në një rol që nuk e kishte zgjedhur vetë. Ajo kishte kënduar për lirinë, por vetë nuk ishte kurrë e lirë. Kishte kënduar për dashurinë, por martesa e saj ishte një fushë betejë e heshtur. Kishte kënduar për atë dheun, por atë dheu e kishte trajtuar si një mjet, jo si një njeri. Në vitin 1987, diçka ndryshoi. Ata që punonin me Vaçen filluan ta vinin në re. Ajo që dikur ishte gjithmonë e para në prova, që qeshte me kolegët, që mbushte dhomën me energjinë e saj, tani arrinte vonë, heshte, shikonte nga dritarja sikur po kërkonte diçka që kishte humbur. Një grimerese që kishte punuar me të për 20 vjet, tregon se në atë periudhë Vaçe kishte filluar të pyeste për mundësitë e trajtimit mjekësor jashtë vendit. Ajo nuk fliste shumë, por unë e shija në sytë e saj. Kishte frikë. Jo frikë nga sëmundja, por frikë nga diçka tjetër. Sikur dikush po e ndihte, sikur çdo fjalë e saj po dëgjohej. Kjo grimerese që sot jeton në Itali dhe që pranoi të flas vetëm me kusht që të mos përmendej emri i saj, thotë se në muajt para largjimit, Vaçe kishte filluar të merrte telefonata të çuditshme. Telefoni i saj në dhomën e grimit binte shpesh, por kur ajo përgjigjej, nga ana tjetër nuk fliste askush, vetëm heshtje, dhe pastaj linja shkëputej. Kjo ndodhte pothuajse çdo ditë. Kush po e telefononte Vaçe Zelën në heshtje? Pse ajo që kishte qenë gjithmonë e fortë, e sigurt, papritur, duke i thyer? Dhe çfarë ndodhi në atë takim të fundit në zyrën e Komitetit Qendror, ku ajo hyri e qetë dhe doli e shkatëruar? Dëshmitarët thonë se pas asaj dite, Vaçe nuk këndoi më me të njëjtën zjarr. Diçka ishte thyer për brenda, diçka që asnjë mjek nuk mund ta sharonte. Vaçe Zela lindi në Lushnjë më 24 prill të vitit 1939, në një familje modeste por plot dashuri. Ema Sanie ishte grua shtëpie me zemër të mave dhe Jati Gazim punonte si në punës i thjeshtë. Askush në atë familje nuk kishte lidhje me artin, me muzikën, me skenën, por kur Vaçe filloi të këndoj, dhe ajo këndoi që në moshë shumë të vogël, të gjithë e kuptuan se kjo vajzë nuk ishte si të tjerët.
Zëri i saj kishte diçka hynjore, diçka që të bënte të ndaloje çfarëdo po bëje dhe të dëgjoje. Fqinjet mblidheshin para shtëpisë së tyre vetëm për ta dëgjuar atë të këndonte këngë popullore. Mësuesit në shkollë e vunre menjëherë. Në moshën 10 vjeç, Vaçe u dërgua në Tiranë për të studiuar muzikë. Ishte viti 1949 dhe Shqipëria sapo kishte hyrë në epokën e re komuniste. Vendi po ndërtohej nga e para dhe regjimi kishte nevojë për simbole, për heronj të rinj, për zëra që do të këndonin lavdinë e sistemit të ri. Vaçe Zella, me talentin e saj të jashtëzakonshëm dhe me origjinën e saj të thjeshtë, ishte kandidatja perfekte. Por rrugtimi drejt suksesit nuk ishte aq i lehtë sa dukej nga jashtë. Në vitet e para në Tiranë, Vaçe jetonte në një konvikt të mbushur plot me vajza të tjera që ëndronin të bëheshin artist. Kushtet ishin të vështira, dhoma të ftohta, ushqimi kufizuar, disiplinë rrept. Por Vaçe nuk ankohej kurrë. Ajo stërvitej orë të tëra, përsosej çdo notë, leconte çdo tekst me kujdes. Mësuesit e saj ishin të mahnitur nga përkushtimi i saj, por edhe nga diçka tjetër, nga aftësia e saj për të transmetuar emocion. Kur Vaçe këndonte, ajo nuk thoshte thjesht fjalë, ajo jetonte çdo fjalë, çdo tingull. Publiku e ndjente këtë, dhe kjo ishte ajo që e bëri atë të veçantë. Në vitin 1956, në moshën vetëm 17 vjeç, Vaçe Zella u bë soliste e ansamblit shtetëror të këngëve dhe vaqeve popullore. Ishte një nder i jashtëzakonshëm për një vajzë kaq të re, por me këtë nder erdhi edhe një barë e rëndë, pritjet. Regjimi priste që ajo të ishte perfekte, të ishte shembull, të ishte zëri i popullit. Çdo shfaqje e saj kontrollohej, çdo fjalë e saj monitorohej, çdo lëvizje e saj vlerësohej. Ajo nuk kishte të drejtë të gabonte, nuk kishte të drejtë të ishte njeri, duhej të ishte simbol. Dhe Vaçe u përpoq të ishte. Ajo u martua me Mentor Qemalin, një muzikant të talentuar, në vitin 1961. Martesa u paraqit si një bashkim i përsosur, dy artistë mëdhenj që bashkoheshin për të krijuar një familje të bukur. Por ata që i njihnin nga afër e dinin se realiteti ishte ndryshe. Mentori ishte një burr ambicios, me karakter të fortë, që donte të ishte në qendër të vëmendjes. Vaçe nga ana tjetër ishte tashmë ylli më i madh. Kjo krijoi tension që në fillim. Mentori nuk e duronte dot që gruaja e tij ishte më e famshme se ai. Nuk e duronte dot që kur hynin në një dhomë, të gjithë shikonin Vaçen, jo atë. Dhe kjo xhelozi, kjo hidhrim, filloi të helmonte martesën e tyre. Por Vaçe nuk mund të ankohej. Nuk mund të thoshte askujt se martesa e saj nuk ishte ajo që dukej. Sepse në Shqipërinë komuniste, jeta private e artistëve të mëdhenj nuk ishte private. Ajo ishte pronë e shtetit, pronë e popullit. Nëse Vaçe do të kishte pranuar se martesa e saj ishte e pashëndrueshme, kjo do të kishte qenë një skandal. Do të kishte dëmtuar imazhin e saj, do të kishte dëmtuar imazhin e sistemit. Kështu që ajo buzëqeshi para kamerave, mbante dorën e burrit të saj në publik dhe vuante në heshtje kur mbylleshin dyert e shtëpisë. Në vitet 60 dhe 70, Vaçe Zella arriti kulmin e famës së saj. Ajo këndoi në çdo cep të Shqipërisë, në çdo fest, në çdo ngjarje shtetërore. Zëri i saj u bë pjesë e jetës së çdo shqiptari. Njerëzit e dëgjonin atë në radio, e shihnin në televizion, e aduruan si një perëndesh. Por sa më shumë e aduronte publiku, aq më shumë e izolonte sistemi. Ajo nuk kishte të drejtë të udhtonte jashtë vendit pa leje, nuk kishte të drejtë të fliste me të huaj pa praninë e një përcjellësi. Nuk kishte të drejtë të zgjidhte vetë repertorin e saj. Çdo këngë duhej të miratohej nga komiteti qendror. Ajo ishte një kukull e artë, e bukur dhe e dashur, por gjithmonë e kontrolluar nga duart e padukshme të pushtetit. Dhe pastaj erdhi viti 1987, viti kur gjithçka filloi të shkatërrohet. Viti kur Vaçe Zella mori një telefonat që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Kush e telefonoi atë? Çfarë i than? Dhe pse pas asaj telefonate ajo nuk ishte më e njëjta? Në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 1987, Vaçe Zella po kthehej në shtëpi pas një prove të gjatë në pallatin e kongreseve. Rrugët e Tiranës ishin pothuajse bosh. Njerëzit mbileshin shpejt në shtëpinë atë kohë, sepse nata nuk ishte e sigurt për askënd. Kur arriti në shtëpi, e gjet burrin e saj, Mentorin, ullur në dhomën e ndenjes me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Ai nuk e përshëndeti. Thjesht i tha: "Vaçe, ndjeu një të ftohtë që i kalloi nëpër kurriz?" pyeti ajo. Mentori shtrëngoi supet. Ajo telefonat erdhi përsëri 2 ditë më vonë. Këtë herë Vaçe e mori vetë. Zëri nga ana tjetër ishte mashkullor, i ulët, i kontrolluar. "Kote,
7, tha zëri. Kuote. 8, u përgjigj ajo, duke u përpjekur të duke i qetë. Kuote. 9, tha zëri. Kuote. 10, pyeti ajo. Por linja u shkëput, asnjë përgjigje, vetëm heshtje. Kjo filloi të ndodhte rregullisht, telefonata të shkurtra, misterioze, që nuk jepnin asnjë informacion, por që linin një ndjenjë të rënd ankthi. Vaçe nuk i tregoi askujt, as burrit, as miqve të saj më të afërt. Ajo e dinte se në Shqipërinë e asaj kohe, telefonatat e tilla nuk ishin kurrë të pafajshme. Ato ishin mesazhe, paralajmërime, kërcënime, dhe pastaj, në shkurt të vitit 1987, Vaçe u thyrë në një takim në zyën e Komitetit Qendror të Partisë. Kjo nuk ishte e pazakont. Artistët e mëdhenj thirrshin shpesh për të diskutuar repertor, për të marrë udhëzime, për t'u lavdëruar për punën e tyre. Por kësaj here diçka ishte ndryshe. Kur Vaçe hyri në zyrë, aty ishin 3 burra që ajo nuk i kishte parë kurrë më parë. Ata nuk u ngritën kur ajo hyri, nuk bushqeshën. Thjesht i treguan një karrige dhe i thanë të ulej. Ajo që ndodhi në atë dhomë, Vaçe nuk ja tregoi kurrë askujt, përveç Irmës në ato 5 minuta të fundit në spitalin e Cirihut. Por ata që e pan Vaçen pas asaj dite, thanë se ajo dukej sikur kishte parë një fantazm. Fitura e saj ishte e zbeht, duart i dridheshin, dhe për javë të tëra ajo nuk foli pothuajse fare. Çfarë i thanë ata 3 burra Vaçe Zelës në atë dhomë? Çfarë kërkuan prej saj? Dhe pse, pas asaj dite, ajo filloi të planifikonte largimin e saj nga Shqipëria? Një ish funksionar i lartë i Ministrisë së Kulturës, që sot jeton në Gjermani dhe që pranoi të flas vetëm në pseudonim, thotë se në atë periudhë kishte një listë të fshehtë, një listë me emrat e artistëve që konsideroheshin problematik. Nuk ishin armiq të popullit në kuptimin klasik, shpjegon ai, por ishin njerëz që kishin filluar të bëheshin shumë të pavarur, shumë të dashur nga publiku, shumë të fuqishëm, dhe kjo ishte e rrezikshme për sistemin. Sistemi nuk donte yje që nuk mund t'i kontrollonte plotësisht. Sipas tij, emri i Vaçe Zelës ishte në atë listë. Por pse? Çfarë kishte bërë Vaçe që e bënte të rrezikshme? Ajo nuk ishte folur kurrë kundër regjimit, nuk ishte kënduar këngë të ndaluara, nuk ishte pasur lidhje me disident. Përkundrazi, ajo kishte qenë gjithmonë lojale, gjithmonë e bindur, gjithmonë e gatshme të shërbente. Por ndoshta kjo ishte pikërisht problemi, ndoshta ajo e dinte shumë. Kishte qenë në shumë takime, kishte dëgjuar shumë biseda, kishte parë shumë fitura, dhe në një sistem ku sekreti ishte gjithçka, dikush që dinte shumë ishte një rrezik. Apo kishte diçka tjetër? Kishte dikush që e urren Vaçen aq shumë sa donte ta shihte të shkatërruar? Kishte dikush që kishte interes ta largonte atë nga skena, nga vendi, nga jeta publike? Në muajt që pasuan atë takim të kopshëm, Vaçe filloi të ndryshonte. Ajo që dikur ishte e hapur, e ngrohtë, plot jetë, tani u bë e mbyllur, e largët, e heshtur. Kolegët e saj e vunë re. Ajo nuk qeshte më, thot një ish antar i ansamblit. Vinte në prova, bënte punën e saj dhe largohej menjëherë. Nuk ngrinte më darkë me ne, nuk na tregonte më histori, nuk këndonte më jashtë orarit zyrtar. Ishte sikur dikush ja kishte vjedhur shpirtin. Dhe pastaj, në verën e vitit 1988, Vaçe Zela njoftoi se do të largohej nga Shqipëria për trajtim mjekësor në Zvicër. Lajmi ra si një bombë, publiku nuk e besonte. Si mund të largohej Vaçe? Si mund të na linte? Por ajo u largua, dhe nuk u kthye kurrë. Çfarë e detyroi Vaçe Zela të braktiste atë dheun që kishte bërë legjend? Kush ishin ata 3 burra në atë dhomë? Çfarë i thanë ata që e theu aq thellë? Dhe çfarë sekret mbajti ajo për 25 vjet derisa ia rrëfeu Irmës në ato 5 minuta të fundit? Në një arkiv të vjetër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të fshehur në një dollap metalik që nuk ishte hapur për 30 vjet, u gjet një zarf i verdhur me vullën e sigurimit të shtetit. Brenda tij kishte një listë me 7 emra, artist, shkrimtar, intelektual, që konsideroheshin objekte të veçanta vëzhgjimi. Emri i Vaçe Zelës ishte i nënvizuar me bojë të kuqe, dhe në anë kishte një shënim me shkrim dore. Kontakte të dyshimta me element të huaj, monitorim intensiv, raportim javor. Kush e kishte shkruar këtë shënim? Çfarë kontaktesh të dyshimta kishte pasur Vaçe, ajo që nuk ishte dalë kurrë jashtë vendit pa shoqërue zyrtar, që nuk ishte folur kurrë me të huaj pa praninë e një përkthjesi të autorizuar? Dhe kush ishte ai elementi huaj që e kishte bërë ikonën e muzikës shqiptare një objekt të rrezikshëm për shtetin? Ky dokument që u zbulua vetëm në vitin 2020 hedh dritë mbi një të vërtetë të tmeshme. Vaçe Zela nuk u largua nga Shqipëria për arsye shëndetësore. Ajo u detyrua të largohej sepse kishte bërë një gabim të vetëm, një moment dobësie njerëzore që sistemi nuk ia fali kurrë.
Gjithçka filloi në pranverën e vitit 1986, kur në Tiranë erdhi një delegacion kulturor italian. Ishin muzikant, kompozitor, kritik, arti që kishin ardhur për të studiuar muzikën popullore shqiptare. Regjimi e pa këtë si një mundësi për të treguar arritjet e kulturës socialiste dhe organizoi një sër koncertesh dhe takimesh. Vaçe Zela, si ili më i ndritshëm i muzikës shqiptare, u caktua të ishte fytyra e kësaj vizite. Ajo duhej të këndonte, të fliste me ta, të tregonte se sa e lumtur ishte në Shqipërinë socialiste. Dhe Vaçe e bëri këtë. Buzëqeshi, këndoi, tha fjalët e duhura. Por në një mbrëmje, gjatë një drekë zyrtare në Hotel Dajti, dodi diçka që do ta ndryshonte gjithçka. Një nga antarët e delegacionit, një kompozitor i moshuar me emrin Alessandro Marini, i afrohej Vaçes dhe i tha në italisht, duke menduar se ajo nuk e kuptonte gjuhën, çfarë mëkati që një zë kaq i mrekullueshëm është i burgosur në një vend kaq të mbëllur. Përkthyeesi zyrtar, që ishte gjithmonë pranë, nuk e përktheu këtë. Por Vaçe e kuptoi. Ajo kishte mësuar italisht fshehuraci, duke dëgjuar emisione radio të ndaluara, duke lexuar libra të kontrabanduar. Dhe për një moment, vetëm për një moment, ajo harroi se ku ishte. Harroi se çdo fjalë e saj dëgjohej, çdo lëvizje e saj shikohej. Ajo i buzëqeshi Alessandros veta në italisht të përsosur. Ju nuk e dini sa e vërtet është kjo që thoni. Ky ishte gabimi i saj. Ky ishte momenti që i vullosi fatin e saj. Sepse në atë tavolinë, dy karrige më tutje, ullur në heshtje dhe duke pirë verë të kuqe, ishte një burr me kostum gri që askush nuk e njihte. Ai nuk ishte pjesë e delegacionit italian. Ai nuk ishte pjesë e stafit të hotelit. Ai ishte një oficer i sigurimit të shtetit dhe ai dëgjoi çdo fjalë. 2 ditë më vonë, Vaçe u thirr në atë takim të kopshëm në zyrën e Komitetit Qendror. 3 burrat që e prisnin atje nuk humbën kohë me hyrje të buta. Ata e pyetën drejt për drejt. Pse fole italisht me të huajin? Kush të ka mësuar italisht? Çfarë tjetër i ke thënë atij që ne nuk e dim? Vaçe u përpok të shpjegonte, të thoshte se ishte vetëm një bisedë e shkurtër, se nuk ishte thënë asgjë të rëndësishme, se nuk ishte pasur asnjë qëllim të keq. Por ata nuk dëshironin shpjegime. Ata dëshironin ta dëgjonin atë të pranonte se kishte gabuar, se kishte tradhtuar besimin e partisë, se kishte vënë në rrezik imazhin e vendit. Dhe pastaj, njëri prej tyre, një burr me mustaqe të trashave sy të ftohtë, nxori një dosie të trash dhe e vuri para saj. Kjo është dosia jote, tha ai. Çdo vend ku ke qenë, çdo person me të cilin ke folur, çdo fjalë që ke thënë jashtë skene. Ne dim gjithçka për ty, Vaçe. Dhe tani dim se ti ke fshehur aftësitë tua gjusore nga shteti. Kjo është mashtrim, kjo është tradhti. Vaçe ndjeu se dhoma po rrotulloi. Ajo nuk ishte menduar kurrë se të mësuarit e një gjuhe mund të ishte një krim. Por në Shqipërinë e asaj kohe, çdo gjë që bëhej pa lejen e shtetit ishte e dyshimt. Çdo njohuri që nuk vinte nga kanalet zyrtare ishte e rrezikshme. Sepse njohurit jepnin pushtet, dhe pushteti duhet të ishte vetëm në duart e partisë. Ajo u përpoq të flas, por zëri nuk i dilte. Burri me mustashë vazhdoi. Ne mund ta bëjmë këtë publike. Mund t'i themi popullit se Vaçe Zela, zëri i popullit, ka fshehur të vërtetën. Ka pasur kontakte të padeklaruara me të huaj. Ka folur gjëra që nuk duhet të fliteshin. Ose mund ta mbajmë këtë sekret. Por ti duhet të na tregosh gjithçka, çdo gjë që ke dëgjuar, çdo gjë që ke parë, çdo gjë që di për kolegët e tu, për miqtë e tu, për familjen tënde. Ajo që ata po i kërkonin ishte e qartë. Ata donin që Vaçe të bëhej informatore. Donin që ajo të spiononte miqtë e saj, kolegët e saj, madje edhe familjen e saj. Dhe në këmbim, ata do ta mbanin sekretin e saj. Do ta linin të vazhdonte karrierën e saj, do ta linin të jetonte. Por me çfarë çmimi? Me çmimin e shpirtit të saj, me çmimin e dinjitetit të saj, me çmimin e gjithçkaje që e bënte atë njeri. Vaçe doli nga ajo dhomë pa dhënë një përgjigje, por ajo e dinte se nuk ishte shumë kohë. Ose do të pranonte, ose do të shkatërrohej. Dhe ajo nuk mund të pranonte. Nuk mund të jetonte duke ditur se çdo fjalë që thoshte, çdo buzëqeshje që jepte, çdo kënd që këndonte ishte një gënjeshtër. Kështu që ajo zgjodhi rrugën e tretë, largjimin. Por edhe kjo rrugë kishte një çmim të lartë, sepse largjimi nuk ishte thjesht një udhtim fizik, ishte një vdekje shpirtërore. Ishte një ndarje nga gjithçka që ajo kishte dashur, nga gjithçka që e kishte bërë atë ajo që ishte. A mund të imagjinoni peshën e kësaj vendimi? A mund të kuptoni dhimbjen e një gruaje që duhet të zgjidhte midis tradhtisë së vetes dhe tradhtisë së Adeut?
Çfarë do të kishit bërë ju në vendin e saj? Në muajt që pasuan atë takim, Vaçe Zela filloi të ndërtonte një plan largjimi që duhej të dukej natyral, i pashmangshëm, i pranueshëm për sistemin. Ajo nuk mund thjesht të thoshte dua të largohem. Kjo do të ishte një akt i hapur kundërshtimi dhe do të sillte pasoja të tmerrshme jo vetëm për të, por edhe për familjen e saj, për fëmijët e saj, për të gjithë ata që ishin të lidhur me të. Kështu që ajo filloi të ankohet për shëndetin e saj. Filloi të fliste për dhimbje koke të vazhdueshme, për lodhje të skajshme, për probleme me zërin. Mjekët e Tiranës e ekzaminuan, por nuk gjetën asgjë serioze, por Vaçe insistoi, tha se kishte nevojë për trajtim të specializuar për ekzaminime që nuk mund të bëheshin në Shqipëri. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, sistemi filloi të lëshonte. Jo sepse i besonte, por sepse kishte filluar të lodhej prej saj, sepse Vaçe Zela, që dikur kishte qenë një mjet i përsosur propagande, tani po bëhej një problem. Ajo nuk këndonte më me të njëjtën pasion, nuk buzëqeshte më me të njëjtën ngrohtësi. Publiku e vuri re dhe kjo ishte e rrezikshme. Një il që po shuhet është më i keq se një il që nuk ka ekzistuar kurrë. Në verën e vitit 1988, Vaçe mori lejen për të shkuar në Zvicër për trajtim mjekësor, por kjo leje nuk erdhi pa kushte. Ajo duhet të linte pas 2 prej fëmijëve të saj si garanci se do të kthehej. Vetëm Irma, vajza më e madhe, u lejua të shkonte me të. Kjo ishte një praktikë e zakonshme e regjimit. Kur dikush largohej jashtë vendit, duhej të linte diçka të çmuar pas, diçka që do ta detyronte të kthehej. Dhe çfarë ishte më e çmuar se fëmijët? Vaçe pranoi këtë kusht, por brenda saj diçka u thye përfundimisht. Ajo e dinte se po linte pas jo vetëm fëmijët e saj, por edhe një pjesë të shpirtit të saj, një pjesë që nuk do ta rikuperonte kurrë. Kur avioni u ngrit nga aeroporti i Rinasit në atë mëngjes të nxehtë gushti, Vaçe shikoi nga dritarja dhe pa malet e Shqipërisë që largoheshin. Ajo nuk qau, nuk mund të qante, sepse të qarat do të tërhiqnin vëmendjen, do të ngjallin dyshime. Kështu që ajo mbajti fytyrën e palvizur, duart e shtrënguara në preher dhe zemrën e thyer në heshtje. Irma që ulej pranë saj e mbajti dorën e saj dhe ndjeu se sa e ftohtë ishte. "Nën, a je mirë?" pyeti ajo. Vaçe u kthye dhe i buzëqeshi, por sytë e saj ishin bosh. "Po, zemra ime," tha ajo, "jam mirë." Por nuk ishte, dhe nuk do të ishte kurrë më. Në Zvicër, Vaçe u vendos në një apartament të vogël në Zürich. Mjekët e ekzaminuan dhe siç pritej, nuk gjetën asgjë seriozisht të gabuar. Por ajo nuk u kthye. Javët kaluan, muajt kaluan, dhe Vaçe gjeti arsye pas arsyeje për të shtyrë kthimin. Dhe pastaj, në dhjetor të vitit 1988, ndodhi diçka që e bëri të pamundur kthimin. Regjimi komunist filloi të shkatërrohet. Njerëzit dollën në rrugë, statuja e Enver Hoxhës u rrëzua, kufijt u hapën. Shqipëria po ndryshonte, dhe Vaçe e dinte se vendi në të cilin ajo do të kthehej nuk do të ishte më ai që kishte lënë. Por edhe pse regjimi ra, edhe pse sistemi që i kishte shtypur u shemb, Vaçe nuk u kthye, sepse ajo e dinte se disa plag nuk shërohen me ndryshimin e sistemeve politike. Disa plag mbeten të hapura për gjithmonë. Vitet kaluan, dhe Vaçe jetoi në Zvicër si një hije e asaj që kishte qenë. Ajo këndoi ndonjëherë në ngjarje të vogla për komunitetin shqiptar, por nuk ishte më ajo Vaçe që mbushte sallate më dha, që bënte të qanin mijëra njerëz. Ajo ishte një grua e moshuar, e lodhur, e thirrë nga pesha e kujtimeve. Fëmijët e saj erdhën ta shihnin, por edhe ato takime ishin të dhimbshme, sepse si mund t'u shpjegoje fëmijëve të tu pse zgjodhe të largohesh? Si mund t'u thuash atyre se ti nuk i braktise, por se u detyrove të zgjidhje midis tyre dhe vetes sate? Si mund t'u bësh të kuptojnë se ndonjëherë dashuria nuk është e mjaftueshme për të mposhtur frikën, për të mposhtur turpin, për të mposhtur peshën e një sistemi që të ka thyer? Dhe pastaj erdhi shkurti i vitit 2013. Vaçe kishte filluar të ndjehej keq, jo nga sëmundja që kishte pretenduar 30 vjet më parë, por nga një sëmundje vërtet, një sëmundje që nuk kishte shërim. Mjekët i tanë se nuk ishte shumë kohë, dhe Vaçe, duke ditur se fundi po afrohej, t'i rri Irmen. Kishte diçka që duhej t'i jetoshte, diçka që kishte mbajtur brenda për 35 vjet, diçka që nëse nuk jetoshte tani, do të vdiste me të. Çfarë ishte ajo që Vaçe Zela nuk ishte guxuar të thoshte për aq vite? Çfarë sekreti e kishte ngrënë nga brenda? Dhe pse ajo zgjodhi t'i arrëfente vetëm Irmës, në ato 5 minutat fundit, kur jeta po i ikte nga trupi? Në domen e bardhë të spitalit, ndër tingullin e dobët të makinave që monitoronin shenjat jetike, Vaçe Zela e tërhoqi Irmen pranë dhe filloi të flasë me një zë që mezi dëgjohej. Ajo nuk ishte shumë kohë dhe e dinte. Çdo fjalë duhej të ishte sakt, çdo detaj duhej të mbetej në kujtesën e vajzës së saj,
sepse kjo ishte vetmja mënyrë që e vërteta të mos vdiste me të. Ta ajo. Irma me lot në sy e mbajti dorën e nënës së saj dhe ta. Por Vaçe tundi kokën. 35 ta ajo. 36. Dhe pastaj, me një zë që dridej por që ishte plot vendosmëri, Vaçe filloi të tregonte. Ajo i tha Irmës për atë takim në zyrën e komitetit qendror, për 3 burrat që e kishin kërcënuar, për dosjen që kishin për të, për zgjedhjen e tmerrshme që i kishin vënë përpara. 37 ta ajo. 38 Irma dëgjonte në heshtje, duke u përpjekur të përpunonte atë që po dëgjonte. Ajo kishte menduar gjithmonë se nëna e saj kishte zgjedhur Zvicrën për arsye shëndetësore, për një jetë më të mirë, për mundësi që Shqipëria nuk mund t'i ofronte. Por tani po kuptonte se e vërteta ishte shumë më e errët, shumë më e dhimbshme. Nëna e saj nuk ishte zgjedhur të largohej, ajo ishte detyruar. Ishte shtypur në një sistem që nuk i fali asnjë moment dobësie njerëzore, asnjë akt të vogël të pavarësisë. Por ka diçka tjetër, vazhdoi Vaçe, dhe zëri i saj u bë edhe më i ulët, edhe më i rënduar. Diçka që unë nuk ja kam thënë kurrë askujt, as ty, as vëllezërve të tu, as burrit tim. Ajo pushoi për një moment duke marrë frymë me vështirësi dhe pastaj tha. Në atë takim, njëri prej atyre burrave më tha diçka që më ngriti gjakun. Ai më tha se ata e dinin për një lidhje që unë kisha pasur vite më parë, para se të martoheshe me babain tënd. Një lidhje me një burr që nuk ishte i duhur sipas partisë, një burr që konsiderohej elementi dyshimt. Unë e kisha harruar atë lidhje, ose më mirë kisha përpjekur ta harroja, sepse kishte qenë e shkurtër dhe kishte mbaruar keq. Por ata e dinin. Kishin fotografi, kishin letra, kishin dëshmi, dhe më thanë se nëse nuk bashkëpunoja, do t'i bënin publike. Do të më shkatërronin jo vetëm karrierën, por edhe familjen. Do të bënin që babai juaj të më uzhej, që ju fëmijët të turproheshit prej meje. Irma ndjeu se doma po rrotullohej. Ajo nuk e kishte ditur kur këtë. Askush nuk e kishte ditur. Dhe tani, në këto momentet fundit, nëna e saj po ja rrëfente një sekret që kishte mbajtur për më shumë se 50 vjet. Kush ishte ai burr? Pyeti Irma, por Vaçe tundi kokën. Nuk ka rëndësi tani, tha ajo. Ai vdiq shumë kohë më parë, por ajo që ka rëndësi është se ata e përdorën atë kundër meje. E përdorën për të më bërë të ndihesh e turpëruar, e fajshme, e pafuqishme, dhe funksionoi, sepse unë nuk munda të duroja idenë se ju, fëmijët e mi, do të mësonit për këtë, se do të më shikonit ndryshe, se do të më gjykonit. Ajo pushoi përsëri dhe kësaj here lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj. Kështu që unë zgjoda të largohem, tha ajo. Zgjoda të iki, të jetoj larg, të vdes larg, vetëm që të mos ju bëja të vuanit për shkak të gabimeve të mia. Por tani, në këto momentet fundit, kuptoj se bëra një gabim edhe më të madh, sepse duke u larguar, ju braktisa. Ju lash të rriteshit pa mua. Ju lash të mendonit se unë nuk ju doja aq shumë sa t'ju zgjidhja mbi gjithçka tjetër. Dhe kjo është e vërteta që më ka gërryer çdo ditë të këtyre 25 viteve. Jo se u largova, por se ju lash të mendonit se nuk ju doja mjaftueshëm. Irma nuk mund të fliste. Lotët po i rrjedhin pa kontroll, dhe ajo e mbajti dorën e nënës së saj me të dyja duart e saj, duke e shtrënguar, sikur po përpiqej ta mbante atje, ta ndalonte të largohej. Nën, tha ajo më në fund, ti na doje, ne din këtë, gjithmonë e kemi ditur. Por Vaçe tundi kokën. Jo, tha ajo, ju nuk e dini, sepse nëse do të kisha dashur vërtet, do të kisha qëndruar, do të kisha luftuar, do të kisha pranuar çdo pasojë, çdo turp, çdo dhimbje, vetëm që të mos ju lija. Por unë isha e dobët, isha frikacake, dhe tani, kur është shumë vonë, kur nuk mund të kthehem më, kur nuk mund të shlyej atë që kam bërë, e vetmja gjë që mund të bëj është ju kërkoj falje. Ajo e shikoi Irmën me sy që po erësoheshin me një shprehje që ishte një përzierje dhimbjeje, pendimi dhe dashurie të pafund. Irma, tha ajo, premtom diçka. Premtom se do të thuash vëllezërve të tu. Premtom se do të shpjegosh pse unë bëra atë që bëra. Premtom se nuk do të më urrejnë, sepse unë nuk mund të vdes duke ditur se ju më urreni. Irma me zë të thyr tha, ne nuk të urrejmë nën, kur nuk të kemi urrier, dhe kur nuk do të urrejmë. Dhe në atë moment, Vaçe zela mbili syt për herë të fundit, jo me paqe, por me një lehtësim të vogël, duke ditur se e vërteta, më në fund, ishte tënë. A mund ta imagjinoni peshën e atij sekreti? A mund ta kuptoni dhimbjen e një nëne që zgjodhi të jetojë në mërgjim, të vdes larg deut vetëm që të mbrojë fëmijët e saj nga turpi? Dhe a mund ta gjykoni atë për këtë zgjedhje? Apo mund ta kuptoni se ndonjëherë dashuria nuk është aq e thjeshtë sa duket?
Në një kuti të vjetër kartonash të fshehur në bodrumin e shtëpisë së Vaçes në Tiranë, u gjetën 23 letra që ajo nuk i dërgoi kurrë. Ishin shkruar me dorë të dridhur, disa me njolla, që dukeshin si lot të tharë, të tjera me fjalë të fshira dhe të rishkruara. Çdo letër fillonte me të njëjtat fjalë: fëmijët e mi të dashur. Dhe çdo letër mbaronte pa nënshkrim, sikur ajo nuk kishte guxuar ta përfundonte atë që kishte filluar. Këto letra, që u zbuluan nga djali i saj më i vogël në vitin 2015, tregojnë një të vërtetë që askush nuk e kishte imagjinuar. Vaçe Zella shkruante çdo javë për fëmijët e saj, por nuk i dërgonte kurrë ato letra. Pse? Sepse në çdo letër ajo përpiqej të shpjegonte pse kishte zgjedhur të largohej, dhe në çdo letër ajo e kuptonte se asnjë shpjegim nuk do të ishte i mjaftueshëm. Si mund t'u shpjegoje fëmijëve të tu se ti zgjodhe veten mbi ta? Si mund t'u thuash atyre se frika jote ishte më e fortë se dashuria jote? Këto letra që nuk u dërguan kurrë janë dëshmia më e dhimbshme e një gruaje që jetoi në ferin e fajit për 25 vjet, duke ditur se çdo ditë që kallonte larg tyre ishte një ditë që nuk do ta rikuperonte kurrë. Por historia e Vaçes nuk ishte vetëm historia e një nëne që braktisi fëmijët e saj. Ishte historia e një gruaje që u bë viktimë e një sistemi që e shfrytëzoi talentin e saj, që e ktheu në një simbol dhe pastaj e hodhi poshtë ku nuk kishte më nevojë për të. Dhe më e keqja, ishte historia e një gruaje që u tradhtua nga njerëzit më të afërt me të, nga ata që ajo mendonte se do ta mbronin, por që në të vërtetë po prisnin momentin e duhur për ta shkatërruar. Në vitet e para të mërgjimit, Vaçe përpiqej të mbante kontakte me Shqipërinë. Telefonata të shkurtra me fëmijët, letra të rralla që kallonin nëpër censur, dërgjesa të vogla parash kur mundej. Por me kalimin e kohës, edhe këto kontakte u bën gjithnjë më të rralla. Jo sepse Vaçe nuk donte, por sepse çdo telefonat ishte një thik në zemër. Çdo letër ishte një kujtesë e asaj që kishte humbur. Çdo dërgjesë parash ishte një përpjekje e kotë për të bler faljen që ajo e dinte se nuk do ta merrte kurrë. Fëmijët e saj u rritën pata, u martuan pata, patën fëmijët e tyre pata, dhe Vaçe, e ullur në apartamentin e saj të vogël në Qiri, shikonte fotografitë që i dërgonin dhe përpiqej të imagjinonte si do të ishte nëse do të kishte qenë atje. Por imagjinatat nuk janë mjaftueshme për të mbushur boshullëkun e një jete të humbur. Dhe pastaj ishte mentori, burri i saj që kishte mbetur në Tiranë. Në fillim, ai shkruante letra plot hidhrim dhe akuza. Ti na braktise, shkruante ai. Ti zgjodhe rehatin tënd mbi familjen tënde. Ti je një egoiste, një tradhtare. Vaçe lexonte këto letra dhe nuk përgjigjej. Çfarë mund t'i thoshte? Si mund t'i shpjegonte atij se ajo nuk kishte zgjedhur rehatin, por mbijetesën? Se ajo nuk kishte braktisur familjen, por kishte përpjekur ta mbrojë atë nga një e vërtetë që do t'i shkatëronte të gjithë. Por mentori nuk donte shpjegime, ai donte një fajtor, dhe Vaçe ishte fajtorja perfekte. Me kalimin e viteve, letrat e tij u bën gjithnjë më të ftohta, më të shkurtra, derisa ndalluan plotësisht. Dhe kur Vaçe mori vesh se ai ishte martuar përsëri, ajo nuk ndjeu xhelozi, ndjeu lehtësim, sepse tani të paktën ai kishte dikë tjetër për ta fajsuar për pakënaqësitë e tij. Por tradhtia më e madhe nuk erdhi nga mentori, erdhi nga dikush që Vaçe nuk e kishte pritur kurrë. Erdhi nga motra e saj, Drita, që kishte qenë gjithmonë e afërt me të, që kishte qenë mbështetja e saj në çdo moment të vështirë. Në vitin 1993, Drita shkroi një letër për Vaçen që u botua në një gazetë shqiptare. Në atë letër, ajo e akuzonte Vaçen se kishte harruar rrënjët e saj, se kishte braktisur familjen për një jetë luksi në Perëndim, se kishte tradhtuar vlerat që ishin mësuar që në fëmijëri, shkruante Drita. Kur Vaçe lexoi këtë letër, ajo nuk qau. Ajo thjesht e palosur gazetën, e vuri në një sirtar dhe nuk foli më kurrë për Dritën. Sepse çfarë mund të thoshte? Si mund t'i shpjegonte botës se ajo që dukej si tradhti ishte në të vërtetë një akt i dëshpëruar i mbrojtjes? Se ajo që dukej si zgjedhje e lehtë ishte në të vërtetë vendimi më i dhimbshëm i jetës së saj? Por pyetja që mbetet është, pse Drita e bëri këtë? Pse ajo që e njihte Vaçen më mirë se kushdo tjetër zgjodhi ta shkatëronte publikisht? A ishte xhelozi? A ishte hidhrim për faktin se Vaçe kishte arritur të largohej ndërsa ajo kishte mbetur? Apo kishte diçka më të errët, diçka që lidhet me sekretet që Vaçe kishte mbajtur për aq vite? Në një takim privat që u zhvillua në shtëpinë e një ish funksionari të lartë të sigurimit të shtetit në vitin 2007, një grua e moshuar me emrin Flutura Kolla rrëfeu diçka që hodhi dritë mbi një aspekt të errët të jetës së Vaçe Zellës. Flutura kishte qenë sekretare në Ministrinë e Kulturës për 30 vjet dhe kishte pasur akses në dosje që shumica e njerëzve nuk i kishin parë kurrë.
Sipas saj, Vaçe Zela nuk ishte e vetmi artist që ishte vënë në presion për të bashkëpunuar me sigurimin e shtetit. Kishte djetra të tjerë, disa prej të cilëve kishin pranuar, të tjerë që kishin refuzuar dhe kishin paguar çmimin. Por rasti i Vaçes ishte i veçantë, sepse ajo nuk ishte thjesht një artiste talentuar. Ajo ishte një simbol kombëtar, një ikon që njerëzit e adhuronin pothuajse si një shenjtore. Dhe kjo e bënte ato edhe më të vlefshme për sistemin, por edhe më të rrezikshme nëse nuk kontrollohej plotësisht. Ata e donin Vaçen të ishte ture, tha Flutura, duke pirë çaj të nxehtë në dhomën e saj të vogël në Tiranë. Por ajo kishte diçka që shumica e artistëve të tjerë nuk e kishin, dinjitet. Ajo nuk mund të bëhej kukull, nuk mund të luante llojen e tyre, dhe kjo i bëri ta urrejnë. Sepse nëse nuk mund ta kontrollonim, atëherë duhej ta shkatëronim. Sipas Fluturës, dosja e Vaçes përmbante jo vetëm informacione për lidhjen e saj të hershme, por edhe dëshmi të tjera që ishin grumbulluar me vite. Biseda të përgjuara, letra të lecuara fshehurazi, raporte nga njerëz që ajo i konsideronte miq. Çdo fjalë që ajo thoshte, çdo lëvizje që bënte, regjistrohej, tha Flutura. Ata kishin ndërtuar një rrjet rreth saj aq të ngushtë sa ajo nuk mund të merrte frymë pa që ata ta dinin. Por çfarë nuk e dinte Vaçe, ishte se njëri prej atyre që raportonte për të, ishte dikush shumë afër saj, dikush që ajo i besonte plotësisht, që ajo e konsideronte si një mbrojtës, si një mbështetje. Flutura nuk dha emër, por tha: ishte dikush në familje, dikush që kishte qasje në jetën e saj private, që dinte gjithçka për të. Dhe ai person e tradhtoi për një apartament më të madh dhe një pozicion më të mirë në punë. Kur pyetëm nëse ky person ishte ende gjallë, Flutura tundi kokën. Jo, tha ajo. Historia e tij përfundoi keq, shumë keq. Por kjo është një tjetër histori. Kjo zbulim shpjegon shumë gjëra. Shpjegon pse Vaçe ndjehej gjithmonë e vëzhguar, pse kishte frikë të fliste edhe në shtëpinë e saj, pse në fund zgjodhi të largohej në vend që të luftonte. Sepse si mund të luftosh kundër një armiku që nuk e sheh? Si mund t'i besosh dikujt kur nuk di kush po të tradhtoj? Vaçe jetoi në një burg të padukshëm, të ndërtuar jo nga hekur dhe beton, por nga frika dhe dyshimi. Dhe kur më në fund arriti të ikte nga ai burg, ajo zbuloi se kishte marrë me vete zinxhirët. Sepse disa burgje nuk janë fizike, ato janë psikologjike, dhe ato të ndjekin kudo që shkon. Në vitet e fundit të jetës së saj në Zirih, Vaçe rrallë dilte nga apartamenti. Ajo kishte frikë nga njerëzit, frikë nga pyetjet, frikë nga gjykimi. Fqinjet e saj e përshkruanin si një grua të heshtur, të tërhequr, që përshëndeste me kokë, por që nuk ndalonte kurrë për të biseduar. Ajo blinte ushqime nga dyqani më i afërt, kthehej shpejt në shtëpi dhe mbyllte dyert pas vetes sikur po fshihej nga dikush. Irma, që e vizitonte sa herë që mundej, shihte se si nëna e saj po konsumohet nga brenda. Kuote 66, thot Irma. Kuote 67. Por çfarë mbante Vaçen gjallë gjatë atyre viteve? Çfarë detyronte të vazhdonte ditë pas dite, Kur gjithçka që kishte dashur ishte larg, kur gjithçka që kishte ndërtuar ishte shkatërruar. Sipas Irmës, ishte një shpresë e vogël, pothuajse e pamundur. Shpresa se një ditë fëmijët e saj do ta kuptonin, do ta falin, do ta donin përsëri. Quote 68 tregon Irma. Quote 69. Por Irma nuk donte ta falte në të ardhmen, ajo donte ta falte tani, ndërsa nëna e saj ishte ende gjallë. Por si mund ta falte për diçka që nuk e kuptonte plotësisht? Si mund t'i thoshte se gjithçka ishte në rregull kur në të vërtetë asgjë nuk ishte në rregull? A mund ta imagjinoni dhimbjen e një vajze që shikon nënën e saj të konsumohet nga faji, por që nuk di si ta ndihmoj? A mund ta kuptoni peshën e një sekreti që mbahej për aq vite, që gërrente nga brenda, që shkatërronte çdo mundësi për lumturi? Në ditët e fundit të shkurtit të vitit 2013, trupi i Vaçe Zelës filloi të dorëzohej. Ajo që kishte qenë dikur një grua e fortë, plot jetë, tani ishte një hije e hollë, e dobët, që mezi mund të lvizte nga shtrati. Mjekët e dinin se fundi po afrohej, dhe Irma e dinte gjithashtu. Ajo kallonte çdo ditë në spital, duke e mbajtur dorën e nënës së saj, duke i lecuar letra që kishin ardhur nga Shqipëria, duke i treguar për niprit dhe mbesat që Vaçe nuk i kishte parë kurrë. Dhe Vaçe dëgjonte, por sytë e saj ishin të largët, sikur po shikonte diçka që askush tjetër nuk mund ta shihte. Në mëngjesin e 28 shkurtit, Vaçe u zgjua me një qartësi të çuditshme. Ajo e thiri Irmën dhe i tha: "Sot është dita. Sot unë do të largohem, por para se të shkoj, ka diçka që ti duhet ta dish." Irma, me zemër të rënduar, u ul pranë shtratit dhe tha: "Nën, ti më ke thënë tashmë gjithçka, nuk ka nevojë të mundohesh më." Por Vaçe insistoi.
Jo, tha ajo, ka një gjë të fundit. Një gjë që unë nuk kam pasur kur guximin ta them, por që tani kur po largohem duhet ta them, sepse nëse nuk e them do të vdes me këtë barë, dhe ti nuk do ta kuptosh kur plotësisht pse unë bëra atë që bëra. Dhe pastaj me zë të lodhur por të vendosur, Vace filloi të tregonte për atë që kishte ndodhur në atë takim të fundit në zyrën e komitetit qendror. Ajo i tha Irmës se 3 burrat nuk i kishin kërkuar vetëm të bëhej informatore. Ata i kishin kërkuar diçka më të keqe. Ata i kishin thënë se nëse nuk bashkëpunonte, ata do të arreston djalin e saj më të madh, Agjimin, me akuza të rreme për aktivitete kundër shtetit. Ata e dinin se unë do të bëja çfarëdo për t'ju mbrojtur, tha Vace, dhe ata e përdorën këtë kundër meje. Më thanë se nëse largoheshe, nëse hiqeshe nga sytë e tyre, ata do ta linin Agjimin në paqe. Por nëse qëndroja, nëse refuzoja të bashkëpunoja, ata do ta merrnin atë dhe do ta dërgonin në një vend ku askush nuk do ta gjente kurrë. Irma ndjeu se gjithçka rreth saj po shkatërroi. Ajo nuk e kishte ditur kurrë këtë, askush nuk e kishte ditur. Dhe tani, në këto momente të fundit, nëna e saj po ja rrëfente një të vërtetë që ndryshonte gjithçka. Pra ti u largove për të shpëtuar Agjimin, prijeti Irma me zë të thyer. Vace tundi kokën. Po, tha ajo. Unë u largova për t'ju shpëtuar të gjithve, sepse nëse do të kisha qëndruar, ata do të kishin gjetur një mënyrë për t'ju dëmtuar. Do të kishin përdorur sekretet e mia për t'ju turpëruar, për t'ju shkatërruar, dhe unë nuk mund ta lejoja këtë. Kështu që zgjodha të largohem, të jetoj larg, të vdes larg, vetëm që ju të mund të jetonit në paqe. Ajo i shikoi Irmën me sy që po errësoheshin, me një shprehje që ishte një përzierje dhimbjeje, pendimi dhe dashurie të pafund. Por tani, kur po largohem, kuptoj se bëra një gabim, tha ajo. Sepse duke u larguar, ju lash të mendonit se unë nuk ju doja. Ju lash të rriteshit me një boshëllëk që asgjë nuk mund ta mbushte. Dhe kjo është gjëja që më dhemb më shumë se çdo gjë tjetër. Jo se u largova, por se ju lash të vuanit për shkak të zgjedhjes sime. Ajo i tërhoqi Irmën më afër dhe i tha: "Premtom diçka. Premtom se do të tuash vëllezërve të tu. Premtom se do të shpjegosh se unë nuk ju braktisa sepse nuk ju doja, por sepse ju doja aq shumë sa isha e gatshme të sakrifikoja gjithçka, edhe veten time, edhe lumturinë time, edhe jetën time, vetëm që ju të ishit të sigurt. Premtom se ata do ta dinë këtë, sepse unë nuk mund të vdes duke ditur se ju më urreni." Irma, me lot që rrjedhin pa kontroll, tha: "Ne nuk të urrem nën, kur nuk të kemi urryer. Dhe tani që e di të vërtetën, të kuptoj më mirë se kur. Ti ishe gruaja më e fortë që kam njohur ndonjëherë, dhe unë jam krenare që jam bija jote." Dhe në atë moment, Vace Zela mbilli syt për herë të fundit me një buzëqeshje të vogël në buzë, duke ditur se e vërteta më në fund ishte thënë. Por edhe pse e vërteta u tha, pyetja mbetet: a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të shlije një rrëfim në minutat e fundit dhimbjen e 25 viteve të humbura? A mund të kthej kohën mbrapsht dhe të jap një fund tjetër për një jetë që u jetua në mërgjim, në vetmi, në pendim? Apo disa zgjedhje, edhe kur bëhen për arsye të drejta, lëm plag që nuk shërohen kurrë? Në një kuti të vogël druri, të mbyllur me një drytë të vjetër që mezi hapej, Irma gjeti diçka që e bëri të ngrinte gjakun. Një kontratë e nënshkruar në vitin 1987, vetëm disa muaj para se nëna e saj të largohej nga Shqipëria. Kontrata ishte shkruar në gjuhë juridike të ftohtë, por kuptimi ishte i qartë si kristali. Vace Zela pranonte të mos këndonte më në publik për një periudhë 5 vjeçare, të mos jepte intervista, të mos shfaqej në asnjë ngjarje zyrtare. Në këmbim, familjes së saj do t'i garantoj UQOTE 73. Por ajo që e bëri Irmën të dridhej ishte paragrafi i fundit, i shkruar me shkronja të vogla në fund të faqes. UQOTE 84. Kjo nuk ishte thjesht një kontratë, ishte një dokument shantazi, një zinxhir ligjor që e lidhi Vacën në heshtje për pjesën e mbetur të jetës së saj. Ajo nuk ishte zgjedhur thjesht të largohej, ajo ishte detyruar të nënshkruante heshtjen e saj me gjakun e zemrës së saj. Dhe nëna e saj, edhe në ato 5 minuta të fundit, nuk ja kishte treguar këtë detaj. Pse? Sepse disa të vërteta janë aq të rënda sa edhe në prag të vdekjes nuk guxon t'i thuash plotësisht. Kur Irma e solli këtë dokument te vëllezërit e saj, ata nuk follën për orë të tëra. Thjesht e lexuan, e rilexuan dhe pastaj Agjimi, djali që nëna e tyre kishte dashur ta shpëtonte, e grishi atë në copa të vogla dhe i dogji në oborin e shtëpisë së tyre në Tiranë. Ajo nuk duhej të vuante kështu, tha ai, me zë që dridhej nga inati dhe dhimbja. Ajo duhej të na thoshte: ne do të kishim gjetur një mënyrë,
do të kishim luftuar së bashku. Por Irma tundi kokën. Jo, tha ajo, ju nuk e kuptoni. Ajo e dinte se nëse ju tregonte, ju do të kërkonit të luftonit, dhe kjo do të ishte pikërisht ajo që ata donin. Do t'ju kishin kapur, do t'ju kishin shkatërruar, dhe ajo do të kishte qenë ajo që do t'ju kishte quar në atë rrugë. Kështu që ajo zgjodhi të mbaj barën vetë, zgjodhi të vuante vetë, sepse kjo ishte e vetmja mënyrë që ajo dinte se si t'ju mbroj. Por kush ishin ata që e detyruan Vaçën të nënshkruante atë kontratë? Kush ishin ata 3 burra në atë dhomë që kishin pushtetin të shkatëronin jetën e një ikone kombëtare me një nënshkrim? Sipas dokumenteve që u zbuluan më vonë, njëri prej tyre ishte Petrit Doda, një zyrtar i lartë i sigurimit të shtetit që ishte i njohur për metodat e tij të ashpra. Ai ishte burri që kishte ndërtuar dosje për qindra artist, intelektual dhe figura publike, duke grumbulluar sekrete që përdorte si armë kur kishte nevojë. Por Petrit Doda nuk vepronte vetëm. Ai kishte një rrjet informatorësh, njerëz që jetonin në hijen e shoqërisë dhe që shisnin informacione për para, për privilegje, për mbijetesë. Dhe njëri prej atyre informatorëve, sipas dëshmive që dollën në vitet pas rënies së regjimit, ishte dikush që Vaçë e njihte shumë mirë. Dikush që kishte qenë në shtëpinë e saj, që kishte ndarë tryezën me të, që kishte qeshur me të. Dikush që ajo nuk e kishte dyshuar kurrë. Emri i atij personi nuk u zbulua publikisht deri në vitin 2019, kur një gazetar investigativ botoi një seri artikujsh bazuar në dosjet e vjetra të sigurimit. Dhe kur emri u bë publik, shumë njerëz nuk e besuan, sepse ai person ishte Flamur Qella, kushëriri i dytë i Vaçës, një burr që kishte punuar si shofer për ansamblin shtetëror dhe që kishte pasur akses në jetën private të shumë artistëve. Flamur kishte qenë gjithmonë i sjellshëm, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte, gjithmonë pranë kur dikush kishte nevojë. Por pas asaj fasade të ngrohtë, ai ishte një njeri që raportonte çdo bisedë, çdo ankesë, çdo moment dobësie. Dhe për këtë, ai merrte një paçë shtesë, një apartament më të mirë dhe mbrojtjen e sistemit. Kur Irma mësoi për këtë, ajo ndjeu një urrejtje që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Si mund të jetë kaq i ullët, pyeti ajo. Si mund të tradhtoj dikë që e kishte trajtuar si familje? Por përgjigja ishte e thjeshtë dhe e tmeshme, sepse në një sistem ku mbijetesa varet nga besnikëria ndaj pushtetit, njerëzit janë të gatshëm të tradhtojnë edhe ata që duan më shumë, sepse frika është më e fortë se dashuria. Sepse egoizmi është më i fortë se morali. A mund të imagjinoni dhimbjen e Vaçës nëse do ta kishte ditur se kushëriri i saj, ai që ajo e konsideronte si vëlla, ishte ai që po e shiste? A mund ta kuptoni pse ajo zgjodhi të mos i besonte askujt, të mbyllej në vete, të jetonte në vetmi? Sepse kur nuk di kush është armiku, çdo njeri bëhet i dyshimt, çdo buzëqeshje bëhet një mask, çdo fjalë bëhet një grack. Në dimrin e vitit 2020, Flamur Qella u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Tiranë. Policia tha se ishte vdekje natyrore, një sum në zemër, por ata që e njihnin historinë e tij, ata që dinin se çfarë kishte bërë, nuk ishin të bindur. Sepse Flamur kishte jetuar vitet e fundit të jetës së tij në frikë. Ai kishte filluar të merrte telefonata të çuditshme, mezazhe kërcënuese, letra pa nënshkrim që i thoshin: "Ne e dim çfarë bëre dhe do të paguash." Ai kishte shkuar te policia, por ata nuk ishin bërë asgjë, sepse kush do të mbrojë një ish informator? Kush do të ndiejë keqardhje për një njeri që ka shkatëruar jetën e vjetra të tjerëve? Sipas një fqinji që deshi të mbetej anonim, Flamur kishte filluar të fliste vetëm në muajt e fundit të jetës së tij. Ai ulej në balkon dhe fliste me veten, tregon fqinji. Thoshte gjëra si: "Unë nuk doja ta bëja" dhe "Ata më detyruan." Dukej sikur po përpiqej të bindë dikë, ndoshta veten e tij, se nuk ishte faji i tij, por kush do ta besonte? Në ditën kur u gjeti vdekur, në tavolinën e tij kishte një letër të shkruar me dorë. Policia e mori atë letër dhe nuk e bëri kurrë publike, por një oficer që ishte në skenë atë ditë dhe që më vonë u largua nga puna për arsye të papërcaktuara, tregoi se letra fillonte me fjalët: "Vaçë, më fal. Unë nuk dija se do të shkonte kaq larg." Por a ishte kjo një rrëfim i vërtet, apo thjesht një përpjekje e fundit për të pastruar ndërgjegjen? A mund të falësh dikë që të ka tradhtuar edhe nëse ai pendohet në fund? Dhe çfarë do të kishte thënë Vaçë nëse do ta kishte ditur se ai njeri që e kishte shitur kishte përfunduar kështu, i vetmuar, i friksuar, i mallkuar nda kujtimi i veprave të tij? Irma, kur mësoi për vdekjen e Flamurit, nuk ndjeu asgjë, as gëzim, as keqardhje. Thjesht një boshllëk të ftohtë. Ai mori atë që meritonte, tha ajo, por kjo nuk e kthen nënën time. Kjo nuk e kthen kohën që humbëm. Kjo nuk e kthen dhimbjen që ajo vuajti. Dhe kishte të drejtë,
sepse drejtësia, edhe kur vjen, nuk shëron plagët. Ajo thjesht mbyll një kapitull, por historia vazhdon të vemb. Por historia e Vaçës nuk përfundon me tradhtinë e flamurit. Ajo vazhdon me një zbulim tjetër, edhe më të dhimbshëm, edhe më të tmeshëm. Sepse në vitin 2021, kur Irma po shqyrtonte dokumentet e vjetra të nënës së saj, ajo gjeti një dëftesë bankare nga viti 1988. Dëftesa tregonte një transfer të madh parash, një shumë që ishte ekuivalente me pagën e Vaçës për 5 vjet, nga një llogari në Tiranë në një llogari në Zvicër. Por ajo që e bëri Irmën të ngrinte gjakun, ishte emri i personit që kishte bërë transfertën. Mentor Xhemali, burri i Vaçës. Ai kishte dërguar ato para në Zvicër 2 javë para se Vaçë të largojë. Pse? Sepse ai e dinte se ajo do të largojë. Ai e dinte sepse ai ishte pjesë e planit. Kur Irma e soli këtë zbulim të velezrit e saj, ata nuk donin ta besonin. Babai nuk do të bënte kurrë gjë të tillë, tha Agimi. Ai e donte nënën tonë. Por Irma tundi kokën. Jo, tha ajo, ai nuk e donte. Ai e urrente. E urrente sepse ajo ishte më e famshme se ai, më e dashur se ai, më e suksesshme se ai. Dhe kur erdhi mundësia për ta larguar, ai e kapi atë mundësi. Ai bashkëpunoi me ata që donin ta hiqnin nga skena. Dhe në këmbim, ai mori para, mori lirin për të martuar përsëri, mori gjithçka që donte. Kjo zbulim shkatërroi imazhin që fëmijët e Vaçës kishin pasur për babain e tyre. Ata e kishin parë gjithmonë si një viktim, si një burr që ishte braktisur nga gruaja e tij. Por tani po kuptonin se ai nuk ishte viktim. Ai ishte bashkëpunëtor. Ai ishte njëri prej atyre që e kishin shtyrë Vaçën drejt largimit, që e kishin bërë jetën e saj të padurueshme, që e kishin detyruar të zgjidhte midis familjes dhe mbijetesës. A mund ta imagjinoni dhimbjen e një gruaje që zbulon se burri i saj, njeriu me të cilin kishte ndarë jetën për 27 vjet, ishte ai që e kishte tradhtuar më thellë? A mund ta kuptoni pse Vaçë nuk u kthie kurrë, edhe pasi regjimi ra, edhe pasi kufijt u hapën? Sepse ajo e dinte se nëse do të kthehej, do të duhej të shikonte në sy njerëzit që e kishin shitur. Do të duhej të jetonte në një vend ku çdo cep i kujtonte tradhtinë, dhe kjo do të ishte më e keqe se mërgjimi. Në mars të vitit 2013, pak ditë pas vdekjes së Vaçës, Irma organizoi një ceremoni përkujtimore në Zürich. Erdhi një grup i vogël njerëzish, disa shqiptar që jetonin në Zvicër, disa miq të vjetër nga Shqipëria, disa kolegë të moshuar që kishin punuar me Vaçën në vitet e arta. Por ajo që mungonte ishte mentori. Ai nuk erdhi, nuk dërgoi lule, nuk dërgoi asnjë mesazh mbushëllimi. Dhe kur Irma e telefonoi për t'i kërkuar shpjegime, ai thjesht tha: "Unë i dhash asaj gjithçka që mund t'i jepja. Nëse ajo zgjodhi të largohet, kjo ishte zgjedhja e saj, jo imja." Dhe pastaj mbyli telefonin. Kjo ishte hera e fundit që Irma foli me babain e saj. Ajo vendosi se disa njerëz nuk meritojnë falje, disa njerëz nuk meritojnë asnjë fjalë lamtumire. Dhe mentori ishte njëri prej tyre. Ai jetoi edhe 10 vjet pas Vaçës, por ato vjet i kaloi në vetmi, i haruar nga fëmijët e tij, i injoruar nga shoqëria, i mallkuar nga kujtimi i asaj që kishte bërë. Kur vdiq në vitin 2023, vetëm 2 persona shkuan në varimin e tij, dhe asnjëri prej tyre nuk ishte nga familja e tij. Por historia e Vaçës nuk përfundon me vdekjen e mentorit. Ajo vazhdon me një pyetje që mbetet e hapët edhe sot. A mundi Vaçë Zella të kthehej ndonjëherë në Shqipëri, edhe sikur të kishte dashur? Sipas dokumenteve që u zbuluan në vitet e fundit, përgjigjja është jo. Sepse edhe pasi regjimi ra, edhe pasi sigurimi i shtetit u shpërnda, dosja e Vaçës nuk u mbyll kurrë. Ajo mbeti e hapur, e shnuar me një vull të kuqe që thoshte rasti pas zgjidhur, monitorimi vazhdueshëm. Kjo do të thotë se edhe në vitet 90, edhe në vitet 2000, dikush ende po e ndiqte. Dikush ende po e konsideronte si një kërcënim, si një person që dinte shumë, që kishte parë shumë, që mund të fliste shumë. Kush ishte ai dikush? Kush kishte interes që Vaçë Zella të mbetej larg, të heshte, të harrohej? Sipas disa analistëve që kanë studiuar dosjet e sigurimit, përgjigjja qëndron në faktin se Vaçë kishte qenë dëshmitare shumë takimeve, shumë bisedave, shumë vendimeve që u morën në kulisa. Ajo kishte parë se si funksionohej sistemi, se kush merrte rishfete, kush tradhtonte, kush gënjente. Dhe nëse ajo do të kishte folur, do të kishte mund të shkatëronte karrierën e shumë njerëzve që edhe sot janë në pozicione të larta. Kështu që ata e mbajnë atë larg, e mbajnë në heshtje, e mbajnë në mërgjim, deri në vdekje. Kjo është e vërteta më e dhimbshme e gjitha. Vaçë Zella nuk vdiq nga sëmundja.
Ajo vdiq nga heshtja. Vdiq nga pesha e sekreteve që mbajti për aq vite. Vdiq nga faji që ndjeu për zgjedhjen që bëri. Vdiq nga vetmia që e hëngri gjallë dhe vdiq duke ditur se edhe sikur të kishte dashur, nuk do të kishte mundur kur të kthehej në vendin që e kishte bërë legjend. Por pyetja që mbetet është, a e meritonte Vaqezela një fund kaq të dhimbshëm? A e meritonte të vdiste larg Adeut, larg fëmijëve të saj, larg gjithçkaje që kishte dashur? Apo sistemi që e detyroi të zgjidhte midis familjes dhe mbijetesës ishte ai që duhet të gjykohet, jo ajo? Sot, më shumë se 10 vjet pas vdekjes së Vaqezelës, emri i saj ende jehon në zemrat e shqiptarëve. Këngët e saj ende dëgjohen në dasma, në festa, në momente gëzimi dhe trishtimi. Zëri i saj ende ka fuqinë të bëjë të qajnë burrat më të fortë, të sjellë kujtimeve më të bukura, të prek shpirtrat më të thellë. Por sa prej atyre që e dëgjojnë e din historinë e vërtetë? Sa prej tyre e din se ajo grua që këndonte për dashurinë, për Adeun, për lumturinë, vetë nuk pati asnjë prej këtyre gjërave? Sa prej tyre e din se ajo jetoi dhe vdiq në mërgjim jo sepse deshi, por sepse u detyrua? Irma, që sot jeton në Tiranë dhe që ka përkushtuar vitet e fundit të jetës së saj për të ruajtur kujtimin e nënës së saj, thot se misioni i saj është që bota të ditë të vërtetën. Nëna ime nuk ishte një tradhtare, thot ajo. Ajo ishte një heroin. Ajo sakrifikoi gjithçka, famën, familjen, lumturinë, madje edhe jetën, për të mbrojtur ata që donte. Dhe nëse kjo nuk është dashuri, atëherë nuk e di se çfarë është. Ajo ka hapur një fondacion në emër të Vaqes që ndihmon artistë të rinj, që mbështet gra që janë viktima të dhunës, që lufton kundër sistemeve që shtypin individin. Kjo është mënyra ime për të nderuar nënën time, thot ajo, për t'i dhënë asaj atë që ajo nuk pati kurrë, zërin për të folur, fuqinë për të luftuar, drejtësinë për të qenë dëgjuar. Por edhe pse Irma lufton për të mbajtur gjallë kujtimin e nënës së saj, ka ende shumë njerëz që e gjykojnë Vaqen. Ka ende shumë që thonë se ajo duhet të kishte qëndruar, se ajo duhet të kishte luftuar, se ajo duhet të kishte zgjedhur familjen mbi gjithçka tjetër. Por ata që thonë këto gjëra nuk e dinë se çfarë do të thotë të zgjedhësh midis dy të këqijeve. Nuk e dinë se çfarë do të thotë të jetosh në një sistem ku çdo zgjedhje që bën është e gabuar, ku çdo rrugë që merr të çon në dhimbje. Nuk e dinë se çfarë do të thotë të jesh një grua në një botë që të sheh vetëm si një mjet, jo si një njeri. Vaqezela jetoi në një kohë kur gratë nuk kishin zë, kur artistët nuk kishin liri, kur njerëzit nuk kishin zgjedhje. Dhe ajo bëri atë që mendoi se ishte më e mira në atë moment. Ndoshta ishte zgjedhja e duhur, ndoshta jo. Por ajo që është e sigurt është se ajo pagoi çmimin më të lartë për atë zgjedhje. Ve tani, më shumë se një dekadë pas vdekjes së saj, ne ende po përpiqemi të kuptojmë nëse ajo meritonte atë çmim apo nëse ne si shoqëri dështuam ta mbrojmë atë. Historia e Vaqezelës nuk është vetëm historia e një këngëtareje të famshme që vdiq në mërgjim. Është historia e mijëra grave, mijëra artistëve, mijëra njerëzve që u detyruan të zgjedhin midis vetes dhe të tjerëve, midis lirisë dhe sigurisë, midis të vërtetës dhe mbijetesës. Është historia e një kohe që shpresojmë se ka kaluar, por që friksohemi se mund të kthehet. Është historia e një gruaje që va gjithçka, por që nuk mori asgjë në këmbim përveç dhimbjes. Dhe tani, ndërsa mbyllim këtë kapitull të dhimbshëm të historisë son, na mbetet vetëm një pyetje. Çfarë do të kishim bërë ne në vendin e saj? A do të kishim pasur guximin të zgjidhnim ndryshe? Apo do të kishim bërë të njëjtën zgjedhje duke shpresuar se një ditë dikush do të kuptonte, do të falte, do të kujtonte? Miq të dashur, historia e Vaqezelës na prek të gjithëve thellë në zemër. Ajo ishte zëri që na bashkoi, që na bëri të qajmë dhe të qeshim, që na kujtoi se çfarë do të thotë të jesh shqiptar. Por ajo ishte edhe një grua që vuajti në heshtje, që sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur ata që donte, që vdiq larg aveut duke ndëruar për një kthim që nuk erdhi kurrë. Tani pyetja është për ju. Si e shihni ju Vaqezelën? A ishte ajo një viktimë e një sistemi mizor që e detyroi të zgjidhte midis familjes dhe mbijetesës? Apo ishte një grua që bëri një zgjedhje të vështirë, por që në fund ishte zgjedhja e saj? A e fallni atë për largimin? Apo mendoni se ajo duhet të qëndruar dhe luftuar pavarësisht pasojave? Shkruani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Na tregoni nëse e mbani mend Vaqen, nëse këngët e saj ende dëgjohen në qytetin tuaj, nëse historia e saj ju ka prekur. Sepse kujtimi i saj jeton vetëm nëse ne vazhdojmë ta mbajmë gjallë. Shtypni like nëse mendoni se e vërteta duhet të dihet dhe abonohuni në kanal për më shumë histori të patreguara të ikonave tona. Sepse çdo histori meriton të dëgjohet. Çdo zë meriton të jehoj. Dhe çdo jetë, edhe ato që përfunduan në dhimbje, meritojnë të kujtohen me dinjitet dhe respekt.